Në ambientet e Hotel Kral, një prej hoteleve më të mëdhenj të qytetit të Vlorës, Ministria e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Eriona Ismaili, zhvilloi në Vlorë një takim me përfaqësues të institucioneve, organizatave të biznesit dhe sipërmarrës, të dedikuar politikave dhe programeve institucionale që synojnë forcimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Në fokus të aktivitetit ishin mbështetja financiare, digitalizimi dhe inovacioni si shtylla kryesore për zhvillimin e biznesit. Në fjalën e saj, Ministra Ismaili prezantoi nismën e re të qeverisë, dyfishon ndërmarrjen tënde, e cila do të nisë zbatimin më një korrik, duke e cilësuar atë si një mundësi konkrete për të nxitur investimet, si dhe për të zgjeruar aktivitetin ekonomik. Është edhe për një arsye shumë të thjeshtë që pavarësisht natyrës së ndryshme, ndonjëherë marrë një informacioni nga një drejtori tjetër, për shembull, nëse unë aplikoj për një startup, mund të më lindë një ide për të aplikuar edhe në diçka që mund të jetë ndërlidhur disi me biznesin tim, që mund të jetë AZHBR-ja ose tek AIDA. Pra nuk është kaq rastësor ose pa arsye natyrshmëria krejt e ndryshme e bizneseve tuaja me formën e takimit sot. Por unë doja të takim sot shumë me ngjyra, edhe për të ndarë me miqtë tuaj informacione që ju sot i keni marrë këtu, për ta padur si normalitet që kështu kanë funksionuar deri tani dhe të gjë një lloj rehatie tek investimi i bërë dhe marrja e benefitit financiar me atë standard që kanë. Gjatë takimit u prezantuan programet dhe instrumentet mbështetëse që ofrohen nga institucione shtetërore, drejtoresha e përgjithshme e AZHBR-s, Ardita Kuçi, drejtori i përgjithshëm i Startup Albania, Arjan Ymeri, si dhe përfaqësues të institucioneve të tjera, paraqitën skemat e financimit dhe mundësitë që kanë në dispozicion sipërmarrjet për të fituar mbështetje në zhvillimin e aktivitetit të tyre. Dhe më tej kemi lidhur marrëdhëniet tona ku ju jeni drejtuar institucionit apo ne kemi ardhur në bizneset tuaja për të mbështetur me skemat mbështetëse që kemi pasur gjatë gjithë këtyre viteve. Ju e dini mirë që skemat janë të ndryshme, skemat fillojnë nga ato të mbështetjes direkte për bujqësinë dhe blegtorinë, të cilat janë të përgjithshme nga buxheti i shtetit shqiptar. Kemi skemat mbështetëse të investimeve, të cilat po ashtu janë skema që koordinohen dhe nëpërmjet buxhetit të shtetit, por edhe skemat e Bashkimit Evropian, të cilat janë gjithashtu me bashkëfinancim, pra Bashkimi Evropian 75% dhe qeveria shqiptare 25%. Për ju që nuk e dini, para 2 viteve, pra janar 2024, nuk kemi shumë kohë që operojmë. Krahasimisht me AZHBR-n kemi shifra të pak më modeste, por siç u tha, ne operojmë në një target group pak më ndryshe, pra jemi fokusuar tek jo vetëm të rinj, po çdo grup mosh që ka një koncept do ta zhvillojë nga fillimi dhe do të gjejë një mbështetje tek grantet apo tek skema e granteve në faza të ndryshme, e cila ndihmon për ta filluar këtë biznes. Takimi u shoqërua me diskutime të hapura mes përfaqësuesve të biznesit dhe institucioneve, sipërmarrësit shprehen interes për programet mbështetëse, por edhe kërkesat e tyre për përmirësimin e skemave ekzistuese. Ata ngritën shqetësime lidhur me procedurat e aplikimit, nevojën për më shumë akses në financim, si dhe zgjerimin e mundësive për bizneset e vogla dhe të mesme. Nuk e kam shitur kur mjaltin tim, sepse them me siguri të plot, por asnjë lloj here, edhe tani që po flas, nuk kam aplikuar për subvencione që jepën bletarin, sepse subvencioni që jepën prej koshore bleta ka qenë minimal 10.000 lekë të vjetra, sot është 20.000 lekë të vjetra. Unë them me bindje që nuk mbulon as transportin që mund të bëjë bletari. Bletët, nëse shuhet është një thënie dhe është e vërtetë, nëse shuhet bleta, shuhet njerëzimi brenda 5 viteve. Sepse bleta normalisht bën vite 70-80% të pjarmimit. Dhe është shumë e rëndësishme. Ideja është, domethënë, qeveria çfarë bëri si vjet me 2 politikat e saj, domethënë politikën e rritjes së financimit për blet, ishte diçka e mirë, por që ka akoma nevojë për financime të mëtejshme. Direkt me drejtoreshën për masën mbështetëse mjete rujësore. Aplikohet fizikisht në Tiranë apo prapë si radhë e parë. 5 milion lekë të vjetra janë shumë pak të marrë gjithat mundim, s'është një risk jo që të lirohet pak AZHBR-ja nga struktura e fort burokratike. Të kam sugjerim e para dhe e dyta,
Duke qenë se AZBR-ja ka kontaktin direkt me ne, di se çfarë duam, si duam, çfarë aplikojmë, ka të dhënat, si thua, edhe analitike të gjithë, që çfarë aplikojnë më shumë fermerë, çfarë kanë më nevojë. Unë kam përshtypjen se AZBR-ja duhet të jetë e përfshirë në hartimin e skemave. Unë nuk e di është e përfshirë apo jo, por duhet të jetë faktor kryesor në hartimin e skemave të mbështetjes në bujqësi. Nëse i vetë diçka e gatshme, dakord, dhe zbatojmë dhe pashim, po Pjesëmarrësit vlerësuan rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve dhe sektorit privat, duke theksuar se mbështetja e sipërmarrjes mbetet një element kyç për zhvillimin ekonomik, krijimin e vendeve të reja të punës, si dhe rritjen e konkurreshmërisë së biznesit në treg.